أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد. Hamdi takon Allahut subhanahu wa taala, salat dhe selamat kofshin mbi dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit. Lut Allahun azza wa jall që muslimanët në kanë botës Allahu t'i udhëzon rrugës së drejtë i drejton dhe neve që shëmblet këtë xhami, Allahu subhanahu wa taala në xhenetul firdaus të na bashkon. Allahumma amin. Fillimisht lut Allahun azza wa jall me emrat e tij të bukur dhe me cilësitë e tij të mira, që Allahu këto ditë të agjerimit të cilët i kemi kaluar, Allahu kabul dhe makbul të na i ban. Ibadetet që i kemi kri, namazet, agjerimin, taravit, dhikrin, leximin e Kuranit, Allahu të na i pranon dhe regjistrin e fletorës së veprave të mira të na i regjistron. Vëllezër e dashur, është muaji Ramazanit, muaj i Kur'anit. Allahu këtë muaj e veçoi për një sebeb dhe për një shkak. Ky muaj është më i miri prej gjithë muajve, nga sa Allahu subhanahu wa taala e zbriti Kur'anin famëlart. Pra vlerën ky muaj e muar prej Kur'anit. Dhe çdo send, çdo krijesë e cila ka pasur lidhje me Kur'anin, vetëm sa është dallu dhe është veçu dhe ka vlera më të mëdhoja se gjithë ato të cilët janë të ngjashme me ta. Pra Xhibrili alayhis salam është më i miri gjithë melaçeve. Për çfarë? Nga se ishte besniku që e mur përsipër që ta zbrit Kur'anin prej qiellit në tokë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra Xhibrili u dallu prej gjithë melaçeve, nga se mbi supët e veta e kishte mision ta zbrit librin e Allahut në tokë. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u veçu dhe u dallu prej gjithë pejgamberëve, dhe është më i miri pejgamberëve. Me një fjalë gjithësisht është më i miri gjithë njerëzimit për një sebeb dhe për një shkak, sa Allahu subhanahu wa taala ja zbriti librin e shenjtë, Kur'anin famëlart Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne, si besimtar, ne si ummet, jemi më të dalluar, më të veçuar, nga se ne, besimtarët, muslimant, ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, për faktin se jemi ato të cilët mundohemi ta praktikojmë, ta jetojmë, ta jetësojmë në Kur'anin famëlart në përditshmërinë tonë dhe në jetën tonë. Edhe Allahu subhanahu wa taala, siç thash, e dalloi muajin e Ramazanit prej këtë muajve, nga sa Allahu tha shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Allahu muajin e Ramazanit e dalloi dhe e veçoi, apo gjithsesi tha muaji i Ramazanit është ai muaj që Allahu e zbriti Kur'anin famëlart. Në këtë muaj është një ditë, në këtë muaj është një ditë, apo gjithsesi është një natë e cila është nata më e mirë e vitit. Është nata më e bereqetshme, është nata më e mirë, edhe ajo është nata e Kadrit, se në natën e Kadrit filloi të zbrit fjala e Allahut subhanahu wa taala. E nga kjo na jep të nga gjithë kjo na jep me kuptu neve një realitet, një të vërtet që duhet ta besojmë, se aq sa e kemi raportin e mirë me librin e Allahut, aq sa i kushtojmë librit Allahut rëndësi në jetën tonë, aq edhe do të jemi të dalluar prej njerëzisë dhe prej njerëzve në rrethin e gjonë dhe prej besimtarve në rrethin e ngushtë. Andaj vëllezër të dashur, duke pas parasysh gjithë këtë se ky muaj është muaji i Kuranit,
e poshtë të udhës që për këto ditë, ndoshta 2 ditë apo 3 ditë sa do të jem me juve, do të flas mbi librin e Allahut subhanahu wa taala, do të flas mbi Kur'anin, do të zgjedhni ca sure të vogla, të cilet ne i dim dhe Allahu i ka zbrit në Kur'an që ti kuptojmë më mirë dhe më bukur, që ndoshta kur ta falmi namazin apo kur ti lexojmë të kemi në zemrët tona një farë drivje të vogël, një farë shkundje të gjunoheve dhe mëkateve, e në këtë mënyrë edhe namazi jon, edhe ibadeti jon do të ketë shije të tjetër, do të ketë shije tjetër më të ëmbël dhe më të shisht. Vëllezër të dashur, Allah subhanahu wa taala ibadetin më shumti të cilën e don. Allah subhanahu wa taala ibadetin që më shumti na ka urdhëruar që ta praktikojmë dhe nuk ka lehtësim në të, është namazi. Allah subhanahu wa taala atë shumë e don namazin dhe atë sa pagun për namazin, sa që sendin e parë me të cilën kur dalsh para Allahut, dhe gjithë se cili prej neve do të del para Allahut subhanahu wa taala dhe do të folë me Allahun, do të komunikon me Allahun, pa përkthys, direkt dhe vetëm ti dhe me Allahun subhanahu wa taala. Pyetjen e parë të cilën ka me ta parashtrua, apo ka me të vetë Allahu për sendin më të rëndësishëm, sendin e parë që ka me ta vetë, ka me të vetë Allahu subhanahu wa taala, o rob, o ti insan, si ki pas punë me Allahun subhanahu wa taala, apo si ki pas punë me namazin. Insaluhat, Allahu ka mi thirë me lachet, ka mi thonë që shi ka punë të ki me namazin. E nëse përgjigja është pozitive, i thot, ja rab, ki ka këri namazet me regull, ki njeri është falen, i ka këri namazet në formën e duhur, atëherë tha qëfar, Allahu s.w.t. tha për punë të veta, po ja banë malet. Punë të tjera, edhe pse ndështë ka do një lishim, edhe pse nuk e ka kri në formën e duhur punë të tjera, Allah subhanahu wa taala ka me ka përci këtë njeri. E nëse qalon, nëse i ka namazet e mongta, nuk i ka kri këtë, apo nuk i ka kri në formën e duhur, nuk i ka kri ashtu si që ka urdhru Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i vetë me lachet, a ka ki nafile, a ka falë nafile, sunete, zënë sunete. Tha po ja rab, tha plotësënja një farzët. Nëse me sunetet arrin me plotësu farzët, atëherë nuk ka dyshim që edhe punët e tjera do t'i ketë malet e malet. E nëse në namaz nuk e jep provimin, nuk ka qenë për atyre të cilët ka vizitu xhamin, nuk ka qenë për atyre të cilët është mundue, i ka përvel kratë dhe ka mor abdes, edhe në atë ftoftin e sabahut, edhe në atë nxehtin e verës, non stop është mundue, i ka përvel kratë dhe ka mor abdes dhe ka fal namazin, wallahi lusna Allahun azza wa jall që Allahu ta mëshiron dhe ta fal ya rabbel alamin. Apo ta udhëzon edhe ta drejton rrugën e drejtë që të fillon me fal namaz. E duke pas rëndësi, duke pas parasysh se sa i çmushëm të koka namazi, sa që Allahu farz e boni në qiell, e gjithë ibadetet i boni në tokë, Allahu subhanahu wa taala po na tregon se Allahu pagun shumë për namazin. E mirë po, na ka tërheqë vërejtjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shpesh herë na ka tërheqë vërejtjen Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që mos jemi prej atyre që kur e kryjmë ibadetet, adhurimet tona t'i bëjmë të përditshme dhe të na lodhin të qëndrohen prej një ibadet, prej në adhurim, të na bëhet në rutinë. Të na bëhet në rutinë që nuk ndjejmë kënaqësi në namaz. Mu përket, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ka njerëzit të cilëve Allahu ja u pranon komplet namazin. Lusna Allahun që t'jemi prej ative, ja rabbel alamin. Ama thonë që Allahu na i pranon komplet namazin. Ama Allahu tha, ka prej atyre njerëzve të cilët Allahu ja u pranon 1/10 e namazit. Nëse namazin e ndonë 10 pjesë, veç një ja pranon Allahu. Ka prej atyre të cilëve Allahu ja u pranon gjysën e namazit. Ka prej atyre të cilëve Allahu ja u pranon 1/3 e namazit. Ama ka edhe prej atyre të cilët Allahu absolutikisht nuk ja u pranon namazin, ama bash hiç nuk ja pranon namazin. Po çfarë i ban? Tha e ban namazin atyre si një paçavër, si një tesh, si një lick, dhe ja fuk ftyrës, edhe i thot
ti nuk je fal me dinjitet, ti nuk i kri ibadetin ashtu si që meriton namazi, ashtu si që meriton Allahu dhe na ka mësu Allahu, andaj ja përplas ftyrës si kur një leck dhe nuk ka sevape pse ka kry namazin, ama nuk do të dënohet se ka kry obligimin. Edhe njëherë, kë njeri nuk do të dënohet të Allahu se ka fal namazin, ama e ka kry obligimin, e ka kry farzin, ama nuk do të ketë sevape se nuk e ka kry formën e duhur, në mënyrën e duhur si që na ka urdhru Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj njerëzit në karshin namazit janë tre lloj. Njeri të cilët Allahu nuk ja pranon namazin, që ka nevojë t'i ban një refresh imunit vet, ka nevojë që ta kontrollon, t'ja ban një vizitë mjekësore zemrës vet, jo me shku te kardiologu, po imunin e vet me kontrollu dhe me këshirë se çka kam unë me namazin. Duhet ta baj një refresh imunin tem që të kem raport të mirë me namazin. Pra të parit, Allahu ka një grup njerëzish që Allahu nuk ja pranon namazin dhe këto kanë nevojë për një rigjenerim të imunit tyre apo të kuptimit tyre se çfarë do të thotë të qëndrosh në saf dhe t'i dalësh Allahut përpara dhe të thush Allahu Ekber, o Allah të dërzova ti në namaz. Kë njeri ka nevojë. E pala e dytë janë ato të cilët janë 50-50. Gjatë faljes së namazit mundohen të koncentrohen, luftojnë me vetveten e tyre, mundohen që mendjen e tyre ta kenë top dhe të jenë të koncentruar në namaz. Mundohen që kur thonë elhamdulillahi rabbil alamin të koncentrohen maksimum dhe ta dinë kuptimin e çdo fjalës të cilën e thonë. Çfarë do të thotë fjala Allahu Ekber? Çfarë do të thotë fjala Semi Allahu limen hamiden? Çfarë kuptimi ka ne kur ne në ruku dhe themi Subhane Rabbiyal Azim? Ka nevojë njeriu që shpesh herë ti kujton këto sende, e nëse i kujton këto sende shpesh herë, mediton dhe nalet në vetveten e vet dhe thot Subhanallah, po pse më thon bash ruku Subhane Rabbiyal Azim? Po pse më thon bash sejdë Subhane Rabbiyal Ala? E kështu me radhë, atëherë namazi i tina do të shpërblet edhe më shumë. E grupi i tretë, atyre të cilët Allahu ja u pranon namazin, janë një pakicë e vogël, kanë mesin tonë, ekzistojnë ato njerëzi dhe mundën, janë ato të cilët kur lidhen namaz, çkyqen për kësaj dunjojës. Janë ato njerëzi që kuptojnë Allahu Ekber, koka e tyre, mendja e tyre, logjika e tyre, intelekti i tyre nuk punon vetëm se për namaz. Koncentrimi i tyre është i 100%. E dikush për juve ka me thonë, o hoq, a ka ase njerëzi po vlezër të dashur, ka ase njerëzi që ku t'hinë në namaz, kutën, apo çkyqen, ndërprehet, largohet për kësaj dunjoje, i koncentrohet komplet Allahu subhanahu wa taala. Po a ka pas, dikush prej neve tash edhe unë edhe ju keni me thonë, a jemi duke folë për pejgambera? O gjo, veç pejgamber, jo vlezë dashur. E keni një sahabi të ndershëm, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Zubairi, shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë quajtën pllumi i Çabës. E kanë quajtën pllumi i Çabës. Aq bukur është falën, aq mirë është falë, pa asnjë lëvizje në namaz, sa që pllumi kur ka fluturuar, ka shnal mbi kokën e tyre, mbi kokën e tina, nga se ai ka qenën komplet i koncentruar në namaz. Sa që e din që Hajjaj ibn Jusuf e Thekafi, kur e ka gjujtën Çabën me ka pikull, edhe ka në rakë gurzit afër tina, ai nuk ka lëvritën. Ka prej atyre të cilët dikush prej juve dhëtë, o gjo, po kina sahabi, po edhe kina është njeri, po ka prej ulemave, ka prej djetarve, ka prej njerëzve të cilët jetojnë mesin tonë, që kur lidhën në namaz, atyre nuk ju intereson kur gjohën prej kësaj dënjoje. Atyre, a më bash heq gjithë çka ka të boje me jashtë namazit, koka e tyre nuk mendon. E për këtë vëllezër të dashur, sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala, do të mundohena që të folimi për një sure, të cilën çdo ditë minimumi e lexojmë 17 herë. Minimumi e lexojmë 17 herë. Dhe Allahu na i ka bërë farz dhe na i ka obliguar që në namaz ta lexojmë këtë sure në çdo recat. Çdo recat duhet me lexue.
Se paket, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la salate limen lem yaqra bi ummil kitab. Nuk ka namaz ai njeri i cili nuk e lexon surën Fatiha në namaz. Vëllezër të dashur, logjika ime dhe shpesh herë mendoj dhe tham subhanallah, kjo sure me domo surja Fatiha, elhamdulillahi rabbil alamin, është sure dallume me domos. Mos me dit asnjë ajet, mos me dit asnjë hadith pejgamberit që flet për vlerën e kësaj sure. Vetë fakti që 17 herë në ditë e kemi për borxh dhe obligim me lexu në namaz, t'jep me kuptu se kjo sure ka diçka, ka dëni sekret kjo sure, ka dëni veçuri kjo sure, ka dëni specifik kjo sure, dallohet kjo sure, sa Allah pse bashkë që këtë sure. Pasaj pyetja dytë, që vetë duhet me lind prej neve, edhe është e vallë, përsa Allah subhanahu wa taala librin e tij të shenjtë, mrekullin më të dukshme, më të qartë, më të fortë, më të mrekullia më pince që njerëzit me pranu dinin e Allahut, e cila është e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është Kur'ani. Gjithë pejgamberët, duke nisë prej e Ademi, e Nuhi dhe gjithë pejgamberët e tjerë, Musa, Isa, Idrisi, këtë kanë pas mrekulli. Gjithë Allahu ju ka dhënë mrekullime të cilët Musa e ka pas shkopje. Ibrahimin a.s. e ka në fukë zjarë. Dhe shumë mrekulli, këtë pejgamber Isa a.s. i ka shnosh të smund, i ka ngjall të vdektit. Këtë pejgamber ka pas mrekulli. Mirë po mrekullia e tyre ka qenë përkohshme. Me vdekjen e tyre ka mbaruar. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas me qindra mia mrekulli. Mirë po mrekullia më e theksume e tina dhe më e dallume, më e veçume, është libri Allahut subhanahu wa taala, Kur'ani famëlar. Edhe është e vazhdueshme edhe në ditë sotit, është mrekulli vetveti, që nëse e lexon, edhe mediton rreth fjalëve të Allahut, vallahi kemi dalë me një realitet që nuk ka muhimta, vetëm se kemi u nështru Allahut subhanahu wa taala, s'ki tjetër rrugë, s'ka shansa. Po e lexove Kur'anin, i zhveshur prej epshit, prej konjes, prej interesit, po vetëm se me desht apo më mundu me gjithë vërtetën, wallahi nuk kemi pas rrugë tjetër vetëm se me ju nështru Allahut subhanahu wa taala librin e tij të shenjtë. Andaj Allahu subhanahu wa taala këtë mrekulli kaq të madhe, kaq të bereqetshme, po e fillon me elhamdulillahi rabbil alamin. Mrekulli vetë. Edhe vetë du të me shku mendja me pyet vetën, ka diçka kjo sure që Allahu sefte. Sa e ki pa, njeriu gjithmonë sendin më të mire që të parën. A e ki pa njeriu kur do mu lavdrohet me diçka më të fortën çka e ka. Dhe me thonë me send më të mirë. Me i pas 5 kera edhe marrë puna me mrekulli, me pas e qëtë atë më të keqin, atë më të mirin, atë më të mirin. Shka me e forta shka është, me e bukra shka është. I ki 10 libra, 15 libra i ki shkrujt, apo i ki përkthi 15 libra, edhe e ki dë një liber e cila ka dhez, apo dë një video, e ki pas, është e këto që ne inqizojnë shte neve, në folna 40 minuta, e këto i gjenja 2 minuta, 3 minuta që më të fortët janë konë ders, i pëkutin edhe e qetat i YouTube. Po pëse se qetat më të keqen? Pa alëzë nuk dhez, dishka më të mirën do të me dhez dishka. E Allah subhanahu wa taala, librin e vetë, e ka fillue me surën Fatiha, që me na dhonë një farë sinjali mu e ti që ka diçka kjo sure. E ka një farë bereqeti kjo sure. Këto fjallë të cilët janë 7 ajete. 7 ajete janë dhezët të doshër. Wallahi këtë islamin që e njofë në ne, që këto 7 ajete i ngërthejnë. Nëse e merë mediton mirë në këto ajete, wallahi kime kuptu një realitet, një të vërtet që nuk ka muhim ta, edhe ajo është se, subhanallah, këtë islami është që këto 7 ajete. Që ki Kur'an famëlartë, që i ka 600 e diçka faqe, dhe mbi 6.000 ajete, vlezët të doshër, është një realitet
edhe ajo është se ketë e gjenë surën Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Wallahi është sura madhështore. Një ditë prej ditëve, një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka Ibn Ubay ibn Ka'b, ishte duke u falë në xhami. Edhe erdhe pyet një njeri, duke u falë, vim pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thirr, thot: "O Ubay, ke namaz? Tu u falë, jo farz, nafile." Nuk i përgjigjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ban me dal pe xhamie. Ke kri namazin shpejt e shpejt se e nin zonën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kri namazin e shpejt dhe shkon e zën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te dera e xhamisë, thot: "Ja Rasulullah, o i dërguar i Allahut, më thire, po isha namaz nafile, tha smujta me të përgjigj." Tha edhe një herë kur thire pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i përgjigjesh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha Ubay, du me të dhoni hedije. O Ubay, du me të dhoni dhurat. O Ubay, du me të kallëzu një send shumë të rëndësishëm për tije. E çka është ajo? Tha jo është. Tha, a do me të mësu një sure që Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ka zbrit as në Teurat, as në Injil, as në Zebur, e as në Kur'an. Nuk ka sure të ngjashme me këtë sure. Normal, si që li shpirë do me ditë. Ta me thonë, sure më madhështore, më të bereqeshme, më të mirë, Allahu në tokë nuk ka zrit. As njëherë, vesht e njeriut nuk ka ndëgjue. Sure më të bereqeshme, më të mirë, më të bukur, më me vlerë, se sa surja Fatiha. Zemra njeriut nuk ka mësue sure më të bereqeshme, më të mirë se sa surja Fatiha. Fëmijës nuk ja mëson ndonjë sure më të mirë, më të bereqeshme, më të bukur, më me vlerë, që nuk ka zbrit kur njerë në tokë një sure në ngjashme në vlerë dhe në kuptim si kur që në surja Fatiha. Andaj vëllezërdoshër, është e udhës që ne sa do pak t'i kyqemi tjetër qish kësoj sure, të kemi një raport më të mirë me këtë sure, të mundohemi t'i kuptojmë fjalët apo çfarë ka desht Allahu me thonë kur kemi thonë Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Të mundohemi që të reflektojmë me këtë sure që namazi jon, ibadeti jon të ketë tjetër kuptim dhe tjetër shije. Për këtë, vëllezër të dashur, surja El-Fatiha, asure Mekije, ka zbrit Mekë. Malja një mend këtë, asure në Mekë. Gjithsesht, është surja e 5 në Islam që ka zbritën. Surja e 5 që ka zbrit në prej Kur'anit dhe i ka zbrit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, a surja Fatiha. E parja është Ikra, e 5-ta është cilja? Elhamdulillahi Rabbil Alamin, surja Fatiha. Edhe vëllezër e dashur, në kohën kur ka zbrit kjo sura, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë, në atë periudhë, ka qenë periudha ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë davet, i ka thirrë njerëzit fshehurazi. Shtëpinë e kujna? E Arqam ibn Abil Arqam. Ka qenë në shtëpinë e Arqam ibn Abi Arqam, hala Islami nuk kish dal publikisht. Hala Islami nuk kishte dal haptas. Islamin e moqin musliman fshehurazi dhe shkonin në shtëpinë e Arqam ibn Abil Arqam për të ndëgjue Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E në këtë shtëpi, në këtë vend, këtë periudhë, ka zbrit surja Fatiha. Momentet më të vështira, momentet më të rënda. Pra surja Fatiha i ka forcu këto sahabe. Ebu Bekrin, të cilën e njofnë, është edukue me surën Fatiha. Temelet e imanit, se surja e 5, surja e 5 në Islam, surja e 5 në Islam, temelet, imanin, edukimin,
kalitjen, gdhindjen e sahabëve, i ka bu kjo sura. Ebu Bekrin, të cilin ne e njofna, e ka eduku e kjo sura. Omerin, e ka eduku kjo sura. Kjo sura ka qenë temel, ka qenë energji, dhe i ka përgadit këto sahabi, këto njerëzit që ju ka thonë, ju me këtë sure do të përgaditni, e të nesërmen keni me qenë udhëheqës të njerëzimit. Me këtë sure i ka eduku Muhamedi, dhe me këtë sure janë eduku. E nga kjo sure, sahabët dhe njerëzit e kanë mësu të vërtetën dhe jo kanë transferu të tjerëve. Që me këtë sure, sikur që donë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me na mësu neve, se o ju musliman, o ju besimtar, o ju imanli, o ju të cilët i besu të Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pasi që Allahu e edukoi Ebu Bekri, Omerin, atë gjenerat të mirë të sahabëve, i edukoi me surën Fatiha. Edhe ju duheni të edukoni me surën Fatiha. Nëse fillimi i tyre i udhëzimit ka qenë në surja Fatiha, letjet edhe fillimi i udhëzimit juve surja Fatiha. Nëse surja Fatiha ka qenë imon, ushqim i imonit juve, nëse surja Fatiha ka qenë istikam, me qëndruen në fejnë, dhe ka qenë element kyç që ju mos falini fejnë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, andaj edhe për neve, kjo sure duhet ta lunë rolin e njëjtë dhe duhet të fillojmë prej ku ka fillue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj është e udhës që ne si besimtar, ne si musliman, ta studiojmë surën Fatiha, të lexojmë për surën Fatiha, të dim për surën Fatiha. Edhe po e tham një kuriozitet, vëllezër e dashur, dietarët islam, ulemat, hoxhallat, nuk kanë shkruajt për ndonjë sure të Kuranit libra sikur që kanë shkruajt për surën Fatiha. Harronin, nuk ka. 3 sure dietarët islam më shumë të shka kanë shkruajt libra janë për 3 sure, për surën Kahf, surën Yusuf edhe surën Fatiha. Mirë po, atë shumë është shkruajt për surën Fatiha, sa që e zënë venin e parë literaturë islamit, komentim të jetëve, si edhe ajo është surja Fatiha. A thonë vendin e parë literaturë islame, në komentim e zënë surja Fatiha. E shtrohet pyetja pse? Sa është sure bereqetshme edhe sure rëndësishme në jetën tonë. Një ashtu vlen të cekët se nuk ka sure në Kur'an e cila ka atë shumë emra sikur që ka surja Fatiha. Ne njofna surën Fatiha. Mirë po, i ka një djetare, ka një libër Sujuti, ja ka numrue mbi 20 e diçka emra surës Fatiha. As Fatiha, Umul Kitab, Shafia, ka shumë emra. E ki djetar Sujuti, ja ka një mbi 20 emra. Pa është një djetar tjetër Ibn Hajeri, thot kjo surë i ka mbi 30 e diçka emra. Dhe ne duhet ta dim një realitet, se emërtimi i surëve është prej Allahut. Ma një mend këtë. Në me dhonë, surja Fatiha, nuk ja kanë gjitë kur kush emrin, ja kanë gjitë Allahu subhanahu wa taala. Surës Bekare, nuk ja kanë gjitë kur kush emrin, se ja kanë gjitë musliman. Hajde valla po mledhna, po bona bashkëne, edhe që këtë surë kina më janë gjitë emrin Bekare. Jo vëllezër dashur, Allahu e ka quajtur këtë surë Bekare. Kjo është prej Allahu subhanahu wa taala. Emërtimi i surëve dhe radhitja e surëve, për shembull surja e parë që është Fatiha, e dita Bekare, vjen Ali Imran, kështu me radhë, radhitja çish janë radhita në mushaf, i ka radhit Allahu, jo njeri. As Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as sahabët, as Ebu Bekri, as Omeri, por radhitja dhe emërtimi është wahy, shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. E nesër inshallah nëse Allahu azza wa jalla na e pimër, do të flasna mbi kuptimin e fjalëve, çka do të thonë alhamdulillahi rabbil alamin, çka do të thonë arrahmanir rahim. Kur thënë arrahmanir rahim, cili është qëllimi, çfarë ka dashur Allahu
për kësaj surës. Cilet janë qëllimet çka ka dashur me na mësua Allahu subhanahu wa taala. Pse bashkë që këtë surë duhet me përsërit në 17 herë? Se ka kuptime, ka mesazhe të rëndësishme në jetën e besimtarit. E po ta kemi këtë kuptim surës Fatiha, po nëse e din se çfarë ka dashur Allahu, pse Allahu subhanahu wa taala fjalën e parë thot elhamdulillah, e përmend Allah. Pse është falënderimi? E atëre kur të lidhësh namaz, kur ti kuptosh këto sende, kur të lidhësh namaz Allahu Akbar, ka me pas këtë shije namazi. Ki me ditë se kur thua elhamdulillahi rabbil alamin, çka të desh me thonë? Çfarë mesazhe ka desh me donë Allahu subhanahu wa taala? Edhe zemra jote ka me pas raport më ndryshe me namazin, për këtë lut Allahu azza wa jall neve dhe juve të na fal xhenat. Na ban prej banorëve të xhenetit. Astaghfirullah li wa lakum.